Mendoj që shumica e deputetëve kanë drejt dhe mi bojkotu tash Kubanin, edhe po duket që jemi tu i shku drejt zgjedhjeve. Domethënë tash se kur do të merr epilog të shohim, por edhe vendimi i gjykatës kushtetuese që pritet del shpejt mund të jap një drejtim të caktuar. Është për keqardhje çfarë situate jemi, por kjo është e vërteta, ky është realiteti edhe kështu siç duket, edhe po i konvenon edhe qeverisë aktuale. Ju personalisht a keni me bojkotuar do vazhdoni me ardh? Në fakt, unë ku mungu disa seanca të mendu që edhe një pjesë tjetër e deputetëve të opozitës kanë me bojkotu, por të e pa qysh po ndodh, po vim, po dalim kur gjë kur kujt, domethënë. E pe humbim kohën kot edhe pe i torturojmë popullin pa asnjë arsye. Në emën të një individi që nuk po nrohet ai kandidat, domethënë, është e pa kuptim, domethënë me majt peng 120 deputet për një kandidaturë e cila mund të jetë shumë lehtë e zgjedhshme, vetëm nrohet emri dhe të ecim tutje. Është të gatshëm çdo subjekt politik i merr masat e veta dhe ne jemi të gatshëm gjithmonë sepse jemi parti politike. Ne kemi prit zgjedhjet lokale dhe mendojmë që do të dalim shumë suksesshëm, por pse jo edhe nëse janë zgjedhjet nacionale në njëjtën kohë është e mirëseardhur. Si Panakoja me Pragun, siç po pretendojnë subjekte tjera në këtë të vendosur? Më vjen mirë që kanë kohë më marrë me aleancën, se kjo është me rëndësi, domethënë, por siç po e shihni edhe vetë prap aleanca do të jetë këtu dhe do të jetë subjekt shumë serioz politik. A keni propozuar deputetëve tjerë të opozitës për me bojkotuar? Në fakt jam të insistu shumë, një dhënë deputetëve që e kemi humbur kuptimin me kon pjesë e kuvernit përderisa 30 seanca nuk kemi bëu asnjë kontribut edhe me arsyetu edhe pagën që marrim. Nëse vetëm kërkohet konstruimi i kuvendit, pra votimi për konstruimin e kuvendit dhe pastaj shpërbarja për shkuarjen e zgjedhjeve, jeni të gatshëm për me votu? Nuk e di tash proceduralisht se si do të jetë ai format, por gjithsesi do t'i japim drejtim kësaj situate se e ka humbur kuptimin. Me të vërtetë e ka humbur kuptimin edhe s'ka deputet normal që njihet mirë në këtë objekt. Faleminderit shumë.